Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetjet, lëvdatat, Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues të emisionit tonë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht ju bëjmë dije se së bashku po e fillojmë këtë seri të emisioneve, të cilën e kemi titulluar Fiton ndershëm. Seri e cila vjen për ju çdo javë dhe lutë Allahun e lartësuar që ta bëj të begatshme, të bereqetshme dhe të përfitojmë prej saj. Çfarë synojmë me këtë seri të këtyre emisioneve dhe ligjëratave? Vetë titulli Fiton ndershëm na jep me kuptu që kemi të bëjmë me fitimin, shitblerjet, atë që e fitojmë, me atë që jetojmë, pasurit që i kemi, të cilat i fitojmë në forma të ndryshme, mirë po të gjitha këto duhet t'i bëjmë në mënyrën e ndershme ose mënyrën halal. Pra konkretisht do të mundohemi me ndihmën e Allahut të lartësuar që gjatë kësaj serie të sjellim dispozitat dhe rregullat sheriatike të cilat kanë të bëjnë me shitblerjen. Po jo vetëm me shitblerjen, por arsye se fitimi ose të ardhurat materiale të njerëzit kanë edhe disa rrugë tjera pos shitblerjes. Sikurse është trashëgimia, sikurse është vasieti e të ngjashme, mirë, po të gjitha këto do t'i përmbledhim në këtë seri, qëllimi i së cilës është që të arrijmë deri te pasuria, të arrijmë deri te fitimi dhe të mirat materiale në mënyrë të ndershme, në mënyrë halal, që Allahu të jetë i kënaqur fillimisht, pastaj të bekoj këtë fitim dhe këtë pasuri tonën dhe ta ushqejmë veten tonë, po të ushqejmë edhe familjarët me ushqim halal, pasuri halal, që është një element shumë i fuqishëm pastaj për të na lehtësuar neve ecjen në rrugën e Allahut të lartësuar, por edhe për të na lehtësuar edukimin e fëmijëve dhe atyre që i kemi nën përkujdesje. Kjo do më thonë është ajo ideja e kësaj serie, ndërsa ajo që do të ndalemi në pikat në të cilat do të ndalemi gjatë kësaj serie, fillimisht do ta bëjmë një përmbledhje në disa emisione rreth Islamit si fe, mësimeve të Islamit, se çfarë përmbledh në vete Islami, pastaj ndarjen e disiplinave akademike dhe dijeve të Islamit dhe si rrjedhoi njëra prej disiplinave të Islamit që është fiku ose jurisprudenca islame, e pjesës e cilës është edhe kapitulli i shitblerjes, i tregtisë dhe gjithçka që ndërlidhet me të. Këtu do të jetë shitblerjet, kushtet e shitblerjeve, si të shesim dhe si të blejmë ndershëm, pastaj gjithashtu këtu hyn edhe trashëgimia, pastaj vasieti, pastaj autorizimi, për çështje të shitblerjes, për çështje të pasurisë, për çështje edhe juridike, të cilat mund të bëhen edhe me kompenzim. Gjithashtu qeraja, format e qeras, format aktuale ose bashkëkohore të shitblerjes, për arsye se shitblerja ka evoluar dhe sot kemi një treg krejt ndryshe, sot e kemi një treg elektronik i cili është ndoshta më i madh sa i tregu fizik që e kemi pas deri dje. Dhe gjitha këto me lejen e Allahut të lartësuar do të mundohemi që t'i përmbledhim gjatë këtyre emisioneve në këtë seri, duke i sjellur dispozitat sheriatike, fjalët e dietarëve eminent për këto dispozita. Andaj, duke u nisur nga ajo pika që e përmenda më herët se për të arritur deri te dispozitat e shitblerjes, kemi nevojë për një njohuri të përgjithshme rreth fesë, pjesës së cilës është edhe sistemi i dispozitave, normave, pastaj etika morale e kështu me radhë. Themi se Islami si fe është e vjetër, po aq sa është i vjetër dhe njeriu. Sepse Allahu i lartësuar, kur e krijoi njeriu e parë, Ademin alayhis salam, të cilin e nxjerri në tokë, patjetër se i dha dhe mësime, i dha dispozita dhe konstruksione se si me jetu. Dhe përderisa njeriu në tokë do të jetojë në bashkësi dhe jo i vetëm, ai ka nevojë për rregulla, dispozita të cilat nuk i shkelin të drejtat e tjerëve.
Dhe ky njeri pastaj ka me pas nevojë me hangër dhe me pi, edhe me mri deri të mirat materiale, mirë po këto të mira materiale të arri, edhe të arri pasuri duke mos i shkel të drejtat e tjera, dhe duke mos e marr pasurinë e tjetrit pa hak. Dhe pikërisht në sajë të kësaj, Allahu i lartësuar, pasi që i njoftoi me laçet se po e krijon një mëkëmbës në tokë, do thotë po e krijon një krijesë e cila i posedon të gjitha komponentët për të qenë mëkëmbës. Do të thotë gjithçka që i duhet një mëkëmbësi, një udhëheci në tokë, i ka ky që quhet njeri, pra Ademi alayhis salam. Dhe i dha shumë privilegje dhe shumë përparësi, madje dalloi me shumë gjëra prej krijesave të tjera. Mirë po Allahu i lartësuar po e përmend një element shumë të rëndësishëm këtu te Ademi alayhis salam, me të cilin e dalloi. Dhe sikur të mos ishte i rëndësishëm, dhe sikur të mos kishte vlerë tek Allahu i lartësuar, nuk do të kishte me e përmend Allahu këtu para melaçeve. Edhe thot Allahu pikërisht në kontekstin e diskutimit që e bën me melaçet se po e krijoi një mëkëmbës në tokë, pastaj reagimi me melaçeve e kështu me radhë, Allahu i lartësuar thot në vazhdim të ajetit thot wa allama Adama al-asma'a kullaha. Allahu ja mësoi Ademit gjitha emrat. Do të çka? I mësoi, i sjelli mësim. E bëri që ta di dhe ta dalloj të mirën prej të keqes, dhe t'i dalloj gjërat. Dhe pikërisht kjo është ajo me të cilën Allahu i lartësuar e privilegjoi njeriu kur ja mundsoj që ai të arrijë dija. Dhe me dije njeriu kompletohet. Madje pa dije nuk është në gjendje për ta mbajtë rolin e mëkëmësit në tokë, dhe pikërisht Allahu po e përmend këtë se Allahu ja mësoi Ademit gjërat. Ja mësoi gjërat, ja mësoi emrat, po ja mësoi edhe rregullat, sepse Ademi alayhis salam tash do duhej të bëjë, po e bën jetën. Pastaj Ademi alayhis salam ka pasardhës dhe njerëzimi po fillon me ushtu, me çysh me jetu në tokë, me çfarë rregulla, me çfarë norma, patjetër se Allahu i lartësuar po sjell rregulla dhe po sjell norma dhe dispozita në bazë të cilave duhet të jetojë njeriu, po edhe lloji njerëzor pastaj. Dhe si rrjedhojë e kësaj, del që Allahu i lartësuar dispozitat edhe normat e të jetuarit në tokë i zbret ai dhe ai i bën. Mirë po, me që Ademi alayhis salam ishte i vetëm në tokë, nuk kishte njerëz, po edhe pasardhësit e tij, fëmijët dhe nipat e tij, nuk është që u bën një grumbull i madh i njerëzve dhe ishin në rrugë të drejtë, e besonin Allahun dhe njësonin Allahun e lartësuar, Allahu ju zbret dispozita dhe norma se si me jetu duke mos e dëmtu tjetrin, duke mos e shkel tjetrin, duke mos e marr hakun e tjetrit. Dhe pikërisht për këtyre norma dhe dispozitave të cilat Allahu ja zbret Ademit alayhis salam dhe e mëson me to, i thot Ademit alayhis salatu wassalam shetet në për xhenet, ku dush, haq ka dush, pos këtë pemë mos e ha. Do të thot filloi tash Ademi alayhis salam u fut në sistemin e ndalesave. Do të thot ti ke ardhur në një jetë ku ka ndalesa dhe ka lejesa, ka urdhëresa edhe ka ndalesa që janë harame. Edhe këtyre duhet mu ju përmbajtë. Këto rregulla, këto norma, këto dispozita vijnë prej Allahut të lartësuar. Për arsye se Allahu pemën e ndaluar që ishte për Ademin alayhis salam, Allahu e ndaloi. Që do thotë se ka disa gjëra ndaj të cilave duhet mu përmbajtë Adem. Dhe nuk duhet mu ju qas atyre, qoftë që janë gjëra që konsumohen, nuk duhet me i konsumu, qoftë nëse janë gjëra që sjellin fitime edhe të ardhura të mira materiale që janë të pandershme dhe nuk duhet mu ju qas atyre, e kështu me radhë. Këto norma edhe këto dispozita të ngjashme Allahu ja sillte njerëzimit në tokë sa herë që kishte nevojë. Mirë po, me që njerëzimi ishin në rrugë, në mënyrë të përgjithshme, ishin në rrugë të drejtë, në besimin e drejtë, Allahu i lartësuar sillte dispozita praktike. Edhe norma të përgjithshme të moralit dhe të etikës. Derisa vjen koha pastaj kur njerëzimi fillon me deviju. Fillon me deviju në dy drejtime, në dy kohje. Fillon me deviju edhe në kohjen e besimit, edhe bindjeve karshi Allahut të lartësuar, mirë po devijon edhe në çështjen e dispozitave. Dhe këtu pastaj Allahu i lartësuar ndërhyn me shpallje, me rregulla të cilat nuk i kishte zbritur më parë sepse nuk kishte nevojë. E kjo pastaj shfaqet në kohën e Nuhit alayhis salam, i cili njihet si baba i dytë i njerëzimit, po njerëzimi ishte shtuar, ishte rritur, mirë po edhe devijimi kishte ndodhur tek njerëzimi. E Allahu i lartësuar pastaj i zbriti dispozita të cilat kanë të bëjnë ose e rregullojnë çështjen e besimit
karshi Allahut të lartësuar se si duhet të besuar, si duhet njësuar atë, si duhet mos me i bërë shok Allahut të lartësuar, dhe gjithashtu zbriti dhe dispozita se si duhet me jetu ndershëm, me jetu halal, me fitu halal, me punu, me u martu ndershëm, me zhvillu familje ndershëm e kështu më radhë. Dhe sa herë që kishte nevojë pas Nuhit alayhis salam, Allahu zbriste dispozita, domethënë zbriste dije të cilat lidheshin, një pjesë e tyre lidheshin me çështjet e besimit, se si me besu Allahun, ndërsa pjesa tjetër me çështjen e dispozitave dhe pejgamber pas pejgamberi, derisa vjen te pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë Allahu i lartësuar e përmend në një ajet kuranor ku thot inna uhayna ilayka kama uhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, deri në fund të ajetit thot Allahu i lartësuar, ne të kemi shpall ty o Muhammed, të kemi zbrit mësime, të kemi zbrit dije dhe dispozita, të cilat i kemi ashtu sikur se i kemi zbrit edhe te Nuhi alayhis salam. Do nuk janë të reja për ty. Këto dije, edhe këto dispozita dhe këto norma nuk janë të reja për ty, edhe pse dikujt mund më ju do krisi. Por ndryshe na dispozita të njëjta ose dispozita të ngjashme kemi zbrit Nuhit dhe pejgamberve pas tij, Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, pastaj edhe pasardhësve, Jakubit, pastaj pasardhësve të Jakubit alayhis salam, përmend pejgamberët Isain, e përmend Ejubin, Yunusin, Harunin, Davudin, Harunin, Musain, Davudin dhe thot Sulejmanin dhe Davudit ja kemi dhënë Zeburin. Domthon gjithë ta pejgamber i kemi mbështet me dije e cila u ndriçon rrugën e besimit, po u ndriçon rrugën e jetës dhe të jetuarit në këtë botë. Prej këto, pastaj bëhet e qartë se mësimet e Allahut të lartësuar që i zbriteshin njerëzve ishin dy lloje ose dy natyrave, me thonë më ndryshe. Mësimet të cilat kishin të bëjnë me besimin dhe mësimet të cilat kishin të bëjnë me dispozitat dhe normat. Allahu i lartësuar njerëzimin nuk po e lën pa dije. Për arsye se njeriu që është krijesa më e mirë dhe më e dalluar në tokë, po s'pa dije, pastaj e prish rregullin dhe e prish rendin. Mirë, vetëm dija e vetme nuk mjafton këtu. Mirë, po dija është elementi kryesor mbi të cilin pastaj mundem të ndërtojmë rend edhe rregull në këtë botë, nëse duam dhe nëse kemi vullnet. E kjo dije pastaj ju erdhë pejgamberëve të tjerë edhe popujve të tjerë pas Nuhit alayhis salam në këto dy profile, këto dy forma. Domethënë mësimet edhe dija që ka të bëjë me besimin, çështjet e besimit, besimin në Allahun, besimin në ditën e gjykimit, besimin në melaqet, gjitha këto që ndërlidhen me çështjet e besimit, këto ishin të pandryshuar. Dhe këto ishin prej Ademit alayhis salam, te Nuhi alayhis salam, pastaj deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se çështjet e besimit nuk ndryshojnë, sepse Allahu është një dhe i vetëm nuk ka shok. Dhe këto mësime i zbriti për Ademin alayhis salam, i zbriti për Nuhin alayhis salam, i zbriti sikurse e përmendëm në ajetin më herët për Ibrahimin, Ismailin, Ishakun, Jakubin, pastaj pastastit e Jakubit, Musain, Isain, Yunusin, Harunin, Davudin, Sulejmanin, gjithë këta. Domthon mësime të njëjta, se Allah është një, Allahut nuk do të më i bësh shok, atë do të më madhru, aty do të më nënshtru, dita e gjykimit do të ndodh, ringjallja do të ndodh, ekzistojnë melaqet, do të më i besu melaqet, do të me besu caktimin e Allahut të lartësuar e kështu me radhë. Domethënë këto mësime nuk ndryshon në asnjë periudhë tek asnjë pejgamber dhe tek asnjë popull që Allahu ja u drejtoi shpallën. Mirë. Pastaj pjesa e dytë e dijes edhe mësimeve të Allahut të lartësuar, mësime hyjnore, është çështja e dispozitave praktike dhe normave praktike. Këto pastaj edhe këto janë dy lloje. Norma të cilat konsiderohen shtylla të shoqërisë, shtylla të forta, mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e shëndosh, po edhe vlera të përgjithshme të moralit dhe të etikës. Edhe këto mbeten të pandryshuara. Shembull, namazi. Namazi është shtyllë, edhe pse ka të bëjë me anën e dispozitave praktike dhe mësimeve praktike të fesë tonë, mirë po namazi ka mbeti pandryshuar për gjithë pejgamberët. Gjithë pejgamberët janë falë. Allahu disa prej tyre i përmend në Kur'an. Mirë po vetë ndërtimi i Qabës, që është kible, është xhami për më falë, po dhe është kible, ka duhet më u kthy namaz falsi, e që sipas interpretimeve më të sakta historike është se Qabja është me Ademin alayhis salam, daton me Ademin alayhis salam, pastaj eri ndërton Ibrahimi alayhis salam, pastaj kështu më radh do thotë që namazi ka qenë tek të gjithë pejgamberët dhe kanë qenë të obliguar të gjithë popujt
tek të cilët Allahu ka dërguar pejgamberët dhe ka dërguar shpallje. Ka mundësi ka ndryshuar forma e namazit, ose numri i namazeve, ose numri i rekateve, ama përndryshe namazi si namaz ka qenë tek të gjithë pejgamberët. Pastaj gjithashtu dhe haxhi, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se të gjithë pejgamberët kanë bërë haxh, pos përmendet transmetimet historike, përmendin pos Hudin edhe Salihun alayhim assalam që nuk kanë bërë haxh për shkak të angazhimit me popullin e tyre. Kështu domethënë thuhet përndryshe të gjithë pejgamberët kanë hyrë në Arafat, të gjithë pejgamberët kanë bërë haxh. Një ashtu dhe agjerimi. A nuk thot Allahu i lartësuar, o ju që keni besu, është bë obligim agjerimi, sikur se ka qenë obligim para jush, para kujt? Domethënë për kënd është fjala këtu. Para nesh, domethënë para muslimanëve, të umetit Muhamedit alayhi salatu wasalam, që është umeti Musait, umeti Isait, umeti Ibrahimit e kështu me radhë. Do të thotë, këto janë shtylla, edhe pse janë mësime që lidhen me dispozitat praktike, janë shtylla të cilat kanë mbetur të pandryshuar. Vjedhja ka qenë vjedhje në të gjitha shpalljet, dhe tek të gjithët pejgamberët dhe gjithmonë ka qenë e palejuar. Gjithashtu, edhe alkooli ka qenë ndaluar në të gjitha shariatet. Një ashtu edhe prostitucioni ose zinari ka qenë ndaluar në gjitha shariatet. Për arsye se është shtyllë e fuqishme morale dhe etike mbi të cilën ndërtohet një shoqëri e shëndosh. Edhe këto domethënë, kjo pjesa e parë e mësimeve që ndërlidhen me dispozitat praktike të fesë kanë qenë të pandryshuara. Ndërsa pjesa tjetër, që janë dispozita sekundare, ka pas mundësi që të ketë ndryshime prej pejgamberit në pejgamber, prej shpalljes në shpallje. Pikërisht për këtë, Isa alayhi salam kur ju flet ben Israelve tek të cilëve ishte dërguar, i thot dhe prej fakteve që unë jam pejgamber dhe jam i dërguar te ju, kam ardhur që m'ja u leju disa gjëra që i keni pas të ndaluara në Tevrat. Domthoni keni pas të ndaluara me Tevratin edhe ligjin që ja ka zbrit Allahu i lartësuar Musait alayhi salam, dhe tash Allahu po ja u lejon disa gjëra. Mirë po, këtu janë çështje sekundare, sepse nuk ka mundësi një veti ose një dukuri që është e shëmtuar, e pamoralshme, e pandershme, me qenë lejuar në një shariat ose në një shpallje, pastaj mund ndalon shpalljet. Jo, mirë po, këtu domthon janë çështje sekundare, ose nganjëherë Allahu i lartësuar për disa popull ka ndaluar gjëra të caktuara, të cilat i ka bërë për me eduku ata. Për shembull, Allahu i lartësuar beni Israelve në një kohë ja ka ndaluar peshkimin në ditën e shtunë. Domthon peshkimi është i lejuar në gjitha ditët. Mirë po, Allahu si mas edukuese për këtë popull, të kësaj kohe u ka ndaluar peshkimin në ditën e shtunë. Pastaj është leju. Gjithashtu, një popull i tjetër, ose një brezi tjetër, me thonë nga beni Israelit, Allahu ka ndaluar dhjamin e kafshëve. Dhjami dhe mishi i kafshëve që lejohet me hongër mishi i tyre, është i lejuar i lopës, i devës, i delës, i dhijes, e të ngjashme, është i lejuar. Mirë po Allahu si mas edukues ose ndëshkuese, me thonë, ja ka ndaluar për një kohë caktuar, ndërsa Isa alayhi salam po i thot kam ardhur m'ja leju disa gjëra që ja ka ndaluar më herët Allahu në Tevrat. Ose për shembull formë pendimit në kohën e Musait alayhi salam, nëse dikush don me u pendu, është dash me vrarë veten, për me dëshmu pendimin e sinqert para Allahut të lartësuar. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përmend se Allahu ma ka bërë tokën të pastërt. Kudo që na arrin namazi falemi. Dhe nuk ka nevojë me kërku xhami, patjetër me hyn xhami, nëse s'ka xhami s'mundemi u fal sepse toka nuk dim çka konto. Jo, thot pejgamberi alayhi sallam, Allah e ka bërë të pastër që nuk ka qenë për pejgamberët e mëhershëm. Urdhërosh pejgamberët e mëhershëm, edhe besimtarët që kanë qenë me ta, urdhërosh patjetër me u fal në vend faljet. Domthonë në xhamit që i kanë pas, përndryshe nuk kanë pas mundësi mu fal çdo kënd. Ndërsa Allah e ka leju për muslimanët e umetit Muhamedit alayhi salatu wasalam, që domethënë janë norma sekundare, dispozita praktike, mirë po që nuk janë baza të rëndësishme, qoftë të dispozitave, qoftë të normave, të moralit edhe të etikës, dhe për ata edhe kanë ndryshu ku pas kohë. Mirë po ato madhorët nuk kanë ndryshu asnjëherë. Dhe në saje të kësaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ka ardhur si pejgamber, kur Allah e dërgon si pejgamber, nuk ka pas problem me njerëzit që kanë pas njohuri rreth shpalljeve të mëhershme, sepse nuk ka ardhur me diçka të re, nuk ka ardhur me diçka që nuk ka ekzistuar më herët. Mirë po, për me sqaru këto më mirë, edhe për me po më mirë se me kon ka pas problem pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe me kon s'ka pas problem, do ta shohim në pjesën e dytë pas një shkëputje të shkurtër që do ta bëjmë.
Të nderuar shikues, jemi kthyer me pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar aty ku arritëm në pjesën e parë. Tham që pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikurse të gjithë pejgamberët e tjerë, nuk vinin me diçka të re çka nuk e njehnin populli i tij, nuk ishte dëgjuar më herët. Sepse normat e besimit, dispozitat e besimit në Allahun dhe bindjeve në Allahun dhe gjithçka që kërkohet për me besu, ishin të njëjta tek gjithë pejgamberët. Po edhe dispozitat që ishin shtyllat të fuqishme të shoqërisë dhe normat etike të moralit ishin të njëjtat. Do të thotë popujt që kishin njohuri ose njerëzit që kishin pak njohuri për pejgamberët e mëhershëm nuk e kishin shumë problem shpalli, dhe pikërisht vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë frymë dhe në këtë dritë me shpallje, sikurse kishte ardhur Ibrahimi alayhi salam, sikurse kishte ardhur Musa alayhi salam, sikurse kishin ardhur pejgamberët e tjerë. Dhe me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, ose me mësimet që po i sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam tani, një pjesë e njerëzve nuk kanë problem. Pse nuk kanë problem? Për arsye se janë shumë normale, sepse ky thjesht po i ri përtrin çato mësime të cilat kanë qenë te pejgamberët e mëhershëm e të cilat janë vdekur ose janë harruar ose janë braktisur nga njerëzit në tokë. Dhe shembulli më i mirë për këtë është se i afërmi i gruas së pejgamberit alayhi salatu wassalam, Waraka ibn Naufal, i cili ishte kushëri i Atijës, bashkëshortës pejgamberit alayhi salatu wassalam, sapo e dëgjoi lajmin e parë edhe i tregoi pejgamberi alayhi salatu wassalam që Xhibrili në shpellë ka ardhur edhe ju ka lajmëruar dhe i ka thonë lexo, edhe e ka përshkruar ngjarje se si ka ndodhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, e Waraka ibn Naufal ishte i krishterë këtë kohë. Dhe lexonte në Tevrat. Edhe pa një o pa dy, domethënë pa e zgjat shumë muhabetin, thot, ky që të ka ardhur ty, ose ky që po e tregon ti, është Xhibrili që i ka ardhur Musait dhe Isait, domethënë shumë e thjeshtë. Mos ka ardhur me diçka të rëti. Domethënë thjesht Allahu të pas ka dërguar ty me i përtrim mësimet e mëdha të pejgamberëve të mëhershëm. Mirë, po çka po i thot pastaj Waraka ibn Naufal, thot sikur të shairi më të ndihmu kur njerëzit e to populli jot, fisi jot ka më të nxjerr prej Mekës. Domethënë me mua s'ke problem. Edhe me njerëzit që janë sikur se unë, që kanë njohuri për shpalljet e mëhershme, s'ke problem edhe s'ke me pas problem. Mirë, po keme pas problem me disa shtresa tjera të njerëzve, e një prej këtyre shtresave është populli jot dhe fisi jot që çash ka më evolu problemi me ta sa që kanë më të larguar dhe prej Mekës. Kjo do të thotë se njerëzit që kishin njohuri për shpalljet nuk kishin problem me shpalljen e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Shembuj të tjerë janë edhe shumë priftëri të cilët e paralajmëronin ardhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu Nejashiu, mbreti i Abisinis, i cili ishte i krishterë dhe populli i tij ishte i krishterë, përveç që kur i dëgjon fjalët e Allahut, të cilat u recitoi Xhaferi, djali i Hoxhës pejgamberit alayhi salatu wassalam, u rrjedhin lotët sikur i përshkruan Allahu në Kur'an, Nejashiu bëhet musliman. Mirë, po bëhet fshetas. Pse? S'ka problem. Për arsye se ai edhe ashtu ishte në parem, në vija të trasha, ishte në mësimet pejgamberëve të mëhershëm, edhe pse ishin të shtrembruara dhe të deformuara. Mirë, po në parem ishte në mësimet e pejgamberëve të mëhershëm. Tash thjesht erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamber tjetër që bota po e priste, bota kishte nevojë për to, ishin mësime sikurse të pejgamberëve të mëhershëm, edhe Nejashiu bëhet musliman pa problem. Njashtu edhe ndodh edhe me Herakliun, perandorin e romakëve, që kur i arrin mesazhi pejgamberit alayhi salatu wassalam, se unë jam i dërguar i Allahut, Allah më ka dërguar mua për pejgamber me thirrje njerëzit besim, sikur që ka dërguar një pejgamber të mëhershëm, pranoi Islamin, shpëton këtë botë dhe në botën tjetër. Disa prej arabëve që kanë qenë prezent këtu, Ebu Sufjani dhe disa të tjerë, në këtë tubim, kur e ka lexuar mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot Ebu Sufjani, masi që kemi dalë prej pallatit mbretëror, e kemi dëgjuar një zhurmë të madhe. Ka shku një rëmuje madhe. Pastaj është kuptu që Herakliu ka dosh më bo musliman. Sepse Herakliu ka qenë i krishter këtu. Domthon thjesht pse jam i krishter, për arsye se këtë fe, edhe pse, domthon këtë kohë Herakliut mësimet e shtrembruara dhe deformuara, mirë, po këtë fe e ka sjell Musa alayhis salam, e ka sjell Isa alayhis salam. Thjesht sikurse ta pas ka ardhur Muhamedi alayhis salam. Mirë, po kur populli ngritën kundër tij, çish po e ndron fen, çish po e lën fen e popullit tanë edhe të parë këtu, pastaj Herakliu thotë ja vetëm ndoshta me u amot vendosmërinë se sa jeni të vendosur fenë juaj. Por ndryshe ky ka dosh më u bë musliman. Njashtu edhe jehudit në Medinë nuk e kishin shumë problem shpalljen. Bila ata
thirrëshin në atë se do të vinë pejgamber dhe ne do të rrështohemi mbrapa tij edhe pastaj do t'i luftojmë të gjithë popujt e tjerë. Saqë tri fiset kryesore që jetonin në Medinë, të hebrejve, të jahudive, pse e kishin zgjedhur Medinën me jetu? Kishte vende shumë më të mira, shumë më të begata me jetu. Edhe ishin të shpërdom në për vende tjera, mirë, po pse Medinën e zgjedhën pikërisht? Sepse ata e dinin që ka me dalë një pejgamber prej Mekës, edhe ka më u shpërngul në një vend ku ka hur më shumë. Edhe kanë hulumtu, edhe kanë ardhur përfundim që ose Hajberi, një vend dykon 200 e diçka kilometra larg Medinës, ose Medinja është vendi ku do të shpërngulet ky pejgamber. Edhe pikërisht e zgjodhën me jetu në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, saqë kur shpërngulet pejgamberi alayhi salatu wasallam në Medinë, disa prej ansarëve që bëhen musliman, prej arabëve, fisëve arabe që bëhen musliman, i thot njëri prej tyre fëqinit vet, thot atë kujtohet kur i bëjmë bisedat, se ka me ardhur një pejgamber, edhe pastaj ju keni më urrështu mbrapa tij, e keni më na luftuar. Thot po, është e vërtetë që ka me ardhur një pejgamber, por nuk është ky. Që do të thotë se pejgamberi alayhi salatu wasallam me mësimet që i solli, me rregullat që i erdhen, që po i shpallën tash prej Allahut të lartësuar, nuk kishte problem me njerëzit të cilët kishin kontakt me shpalljet më hershme. Mirë, me kënd kishte pejgamberi alayhi salatu wasallam problem? Megjithëse pejgamberi alayhi salatu wasallam s'kishte problem me askënd, mirë, po kush kishte problem me mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam? Kishin problem dy grupe. Grupi i parë, ata që nuk kishin kontakt fare me shpalljen. Sigur se ishin pjesa dërmuese i dhujtarëve të Mekës edhe i dhujtarëve të fisëve të shumta që jetonin në gadishin arabik. Domthonë ata s'kishin kontakt me shpallje, adhuronin çka mundnin, adhuronin gur, adhuronin druj, adhuronin zota të ndryshëm dhe e kishin shkputur çdo kontakt me shpalljet e mëhershme, me pejgambert e mëhershëm, edhe për ata ishte risi ardha e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pikërisht në sajë të kësaj populli vet, i dhujtarët e Mekës nuk e pranuan, refuzuan edhe e nxorën prej Mekës. Kjo domthonë ishte shtresa e parë e njerëzve që kishin problem me mësimet që i solli pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe mësimet e fesë. Shtresa e dytë ishin inatçorët, të cilët e dinin besnikrinë e tij, e dinin se i dërguar Allahut nuk ka qenë mashtrues, as gënjeshtar më herët, as tash nuk mundet me u bë gënjeshtar ose mashtrues, mirë po i noti nuk i lente me e pranu të vërtetën. E këto ishin një pjesë e madhe e jahudive që jetonin në Medinë, mirë po edhe një pjesë e mekasve. Për shembull, Ebu Sufjani, njëri prej arabëve kryesor të pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa ishte në Mekë i dërguar Allahut. Edhe kur bëhet musliman Ebu Sufjani, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Ebu Sufjan, pse nuk bëhesh musliman më herët? Sa herë të kom thirr, sa herë të kom tregu mësimet edhe rregullat e Islamit. Pse s'bëhesh musliman më herët? Thot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot e kemi ditë, unë thjesht e kam ditë që kemi triumfuti. Edhe ti e thot vërtetën, edhe je besnik, edhe nuk je mashtrues aty që ti kemi thënë. Me po e kemi pas të vështirë na me orë mbrapa teje. Na paria me kase, që e kemi mbajt shtëpinë e Zotit, çabën, edhe e kemi mbajt terrenin e gjithë haxhive, sepse ka pas haxh edhe në kohën e ignorancës. Na me orë mbrapa teje e kemi pas të vështirë, domethënë. Nuk e kemi pas të lehtë me të pasu tyje, sepse na jemi kanë më të ngritun, ndërsa ti ke qenë më i ulur. Unë thjesht nuk është që e kanë refuzuar një pjesë e madhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, pse nuk e kanë njohur si person, ose pse kanë qenë mësime të rënda, ose pse kanë qenë mësime të panjohura, mirë po për shkak të zilis, urrëties edhe mosgadishmërisë për më ju nënshtru edhe me punu sipas mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po pastaj i dërguar Allahut pasi shpërngulet Medinë, përhapën mësimet e tij, përhapët feja, dhe sot Islami është i përhapur në të gjitha anët e botës. E pjesë e këtij Islami, pjesë e kësaj dije të madhe, e këtyre mësimeve madhështore që janë mësimet më të mira, dhe janë mësimet më të duhura për njeriu, madje janë edhe më të sigurtat, më të saktat, më besnikët, më të sinqerta, sepse vinë prej atij që ja don të mirën Allahu të lartësuar, është edhe pjesa e normave juridike ose dispozitave praktike të kësaj feje, krahas normave të besimit, ajeteve të shumta, fjalëve të shumta të pejgamberit alayhi salatu wasalam që flasin për besimin në Allahun, largimin nga idhujtaria, largimin nga gjithçka që e bën njeriu jo besimtar ose e bën hipokrit.
krahas këtyre ajete shumëta kemi edhe ajete tjera të shumëta gjithashtu, po edhe mësimet shumëta të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat flasin për normat praktike ose jetën praktike të njerëzve. Do të çfarë është jeta praktike? Do të thotë çështja e namazit, zakatit, agjerimit, haxhit, to që janë fiku i adhurimeve ose dispozitat që lidhen me adhurime, sepse krye këput këto vepra bëhen për adhurime. Edhe pse janë ona praktike e fesë, mirë por njeriu muslimani nuk merr abdes edhe më u fal që me fitu diçka ose me arritë pasuria. Ndoshta dikush mundet me bë, mirë por në parim kjo s'bëhet, ose haxhi nuk kryhet për ndonjë fitim material ose ndonjë fitim të kësaj bote, mirë po kryhet për adhurim, një ashtu edhe zakati, një ashtu edhe agjerimi. Ndërsa përveç këtyre, pastaj pjesa tjetër e dispozitave praktike ka të bëjë me raportet mes njerëzve, kontaktet mes njerëzve. Do të thonë ne jemi shoqëri, do të thonë njeriu është i atill që duhet me jetu në shoqëri. Ka nevojë dikujt me i shit, ka nevojë prej dikujt me ble. Ka nevojë dikujt me i dhon vajzë për martesë, ka nevojë dikujt me i marr vajzë për martesë. Pastaj martesa ka mundësi me qenë suksesshme, ka mundësi që ka nevojë për divorc, i kemi rregullat e divorcit. Pastaj dikush mundet me sjell çrregullimin tokë, me bë krime, është ajo pjesa tjetër që mirret, pastaj me ndëshkimet ose pjesa e gjykatësisë kështu më radh. Domthonë kjo është ajo pjesa praktike e mësimeve të fesë, e që feja komplet është dije. Islami është komplet dije. Jo rastësisht Allahu i lartësuar ka zgjedhur që kontaktin e parë që e ka Xhibrili, Meleku Xhibril, shpalljen e parë, në ditën e parë, fjalën e parë, takimin e parë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, me përzgjedh fjalën lexo. Kujt kjo i drejtohet kjo fjalë? Nëse nalemi edhe mendojmë këtu, fjalën lexo, Allahu po ja drejton një njeriu i cili nuk din shkrim lexim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk din shkrim lexim. Mirë po kjo nuk e bën të paditur, sepse sa njerëz nuk kanë ditë shkrim lexim, mirë po kanë arritë te dija edhe të njohurit përmes formave tjera, përmes dëgjimit, përmes praktikimit, përmes zanatit, përmes shoqërimit të njerëzve të dijshëm kështu më radh. Do thonë, shkrimi dhe leximi është njëra prej formave që arrihet te dija, mirë po jo e vetme. Jo e vetme. Po pse Allahu i lartësuar ka zgjedhur që pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili nuk din shkrim lexim, fjalën e parë me ia zbrit lexa, edhe pikërisht përgjigjja e pejgamberit alayhi salatu wasalam që shumë normale, me i thonë melekut s'di me lexuar. Do ti jetu ngarku mua me diçka që s'muj me e bë. Nuk muj me bë. Sikur dikush më ardh të dash neve më na thon, fole një gjuhë të cilën s'di as një fjalë. Për shembull, fol kinezisht. Po e kërkon prej meje të pamundur. E tash Xhibrili po i thot Muhamedit alayhi salatu wasalam me lexo. S'di me lexu. Lexo, s'di me lexu. Lexo, s'di me lexu. Pastaj e shtengon Xhibrili dhe i thot lexo në emrin e Zotit tënd. Do nuk është e rastësishme kjo fjalë. Nuk është e rastësishme kë kontakt, nuk është e rastësishme kjo formë e komunikimit me Xhibrilit dhe Muhamedit alayhi salatu wasalam. Këto krye këpot thonë dietarët se Allahu i lartësuar po ja bën me dije Muhamedit alayhi salatu wasalam, edhe po ja bën me dije të gjithë atyre që do ta pasojnë Muhamedin alayhi salatu wasalam. Dhe do të jenë pjesëtar të fesë së tij, se kjo fe është e ndërtuar mbi dije. Krye këput është mbi dije, por nuk ka mundësi kjo fe me ecë pa dije. Pa njohuri edhe pa dije dhe pa mësim. S'ka mundësi. Andaj ai i cili të thret në Islam ose në praktikimin e Islamit pa dije, ai nuk të ka thirrë në Islam. Sepse Islami thret në dije dhe pikërisht ky është argumenti më i fortë që Allahu po e zbret tash një shpallje Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu po i zbret do dispozita, po i zbret do norma, të cilat kanë nevojë për dije, kanë nevojë për interpretim. Kanë nevojë që me u marr njerëzit e dijes me tu. Edhe krye këput janë dije. Janë dije dhe janë mësime, madje edhe mësimet më të mëdha dhe mësimet më madhështore. Nëse ja shtojmë kësaj edhe fjalën e Allahut të lartësuar, ku Allahu thot, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin posa Allahut. Domthon dije, para se me besu, para se me fillu çdo vepër, para se me fillu çdo që don me bë,
për Islam edhe për Allahun e Rasulullah, duhet me ditë ç'po e vepron. Duhet me ditë se ç'ish po beson. Edhe pikërisht Allah po dije një herë. Dije do të kuptoje, bendu, mësoje. Dhe bende veten se nuk ka Zot tjetër. S'ka hyjni tjetër që meriton në nshtrimin dhe adhurimin për ulën pos një Zoti të vërtet. Sepse, sigur nëse e marrim kuptimin e ajetit nga ona e kundër. Sepse nëse i nënshtrohesh Allahut edhe e beson Allahun pa dije, ka mundësi let me deviju. Ka mundësi shumë let me deviju, sikurse ndodh sot me devijime të shumta që i shohim në përbot fatkeqësisht. Edhe pse i thonë vetës musliman, mirë po, devijimet janë evidente të shumë shoqëri islame, pikërisht në sajët e asaj se nuk ka dije. Qysh ndërton Islam pa dije? Qysh ndërton fe? Qysh aplikon Islam? Qysh e beson Allahun? Qysh i përmbahesh dispozitave dhe normave sheriatike pa dije? Pa dije ku Allahu po i thot pejgamberit alayhi salatu sallam lexo, mëso bëhu ditu. Sepse ajo që do ta shpallim na s'hec pa dije, nuk ndërtohet pa dije, nuk jetësohet pa dije, nuk zhvillohet pa dije, nuk praktikohet pa dije. Në këtë frymë edhe Imam Buhariu, Allah i mëshiroft, kur i përmbledh hadithet e pejgamberit alayhi salatu sallam në librin e tij të njohur, që është libri më i sakt mas Kur'anit, këto e thënë të gjithë dietarët islam, të gjithë dietarët. Leç ka thënë njerëzit, ignorantët, ata që s'kan lidhje me fe, ata që s'kan lidhje me dije, ata që e vlerësojnë dijen, ata që kanë qenë dietar, e thënë këto unanimisht se libri më i sakt mas librit Allahut lartësuar Kur'anit është libri i Buhariut, Sahih i Buhariut. Imam Buhariu, kur i ndan hadithet në kapituj, edhe këtë ndamje e ban me shumë precizitet, madje mençuria dhe dija e Buhariut vrehet në kapitujt, emërtimet, titujt e kapitujve, pastaj renditjen e haditheve në kapituj, që kjo është temë vete. Mirë po, ajo që më intereson mua është se një kapitull e Imam Buhariu e emërton duke thënë bab el-ilmi qabla el-qawli wal-amal. Kapitullin të cilin e ka vendosur Buhariu, kapitulli se dija vjen para veprës dhe fjalës. Para se me fol, para se me vepru, do të dije. Për me jetësu këtë fej, fillimisht për me besu Allahun drejt, për me qenë besimtar të drejt, në rrugën e drejt, në rrugën siratin mustaqim, edhe larg të gjitha atyre elementeve që mujnë me damkos, ose mujnë me i bo problem besimit, pastaj edhe për ta praktiku këtë islam drejt, qoftë në sferën e adhurimeve, ibadeteve, qoftë në sferën e marrëdhënieve ndër njerëzore, që i përmendu më herët, pa tjetër se duhet me ditë. Duhet me ditë, për me falë namazin që duhet, po dashka me ditë. Për me thirë dikan namaz, po dashka me ditë namazin. Me mësu namazin. Një ashtu edhe çdo dispozitiv. Edhe për me shit edhe me ble, po dashka me ditë se ç'me shit edhe me ble. Edhe për me fitu, po dashka me ditë se ç'me fitu. Dikush mundet me thonë, po njerëzit fitojnë sot. Edhe ata ignorantët më të mëdhaj fitojnë. Madje, nëse nuk është e rritur edhe zmadhuar kjo fjalë, kam dëgjuar disa njerëz duke thënë se sot paroja më e madhe është në dorën e njerëzve ignorant që janë të paditur. Mirë, ai fiton, ai arrin të pasuria. Mirë, po a ka arrit ndershëm? A ka arrit halal? A ka arrit me fitu pasurin ashtu qysh Allahu i lartësuar kërkon? Ashtu qysh na ban nder neve? Ashtu qysh na run neve? Na e run jetën, na e run shpirtin, na e run fetarin, edhe na e run edhe familjen, apo kemi arrit të fitimi në mënyrë të pandershme. Edhe sot e gjithë kjo pasuri që është në botë, e gjithë kë fitemi, gjithë kë kapital që është, gjitha këto të mira materiale, jemi të sigurt që nuk janë gjitha me ndershmëri, nuk janë të fituar ndershëm, dhe shumica, në fakt nuk po them shumica, po një pjesë e madhe transaksioneve nuk bëhen në mënyrë të ndershme. Mirë, ata po jetojnë. Ata po e bojnë jetën. Dhe po jetojnë, po gjallënojnë, po pasurohen. Mirë, po nuk është pojenta këtu. Nuk është pojenta edhe e gjithë pojenta se me mëri deri te pasuria dhe kapitali. Po pojenta është që me mëri ndershëm. Nëse arrim me mëri ndershëm, mirë. Nëse nuk arrim me mëri ndershëm, atëherë më mirë mos me arrit thjesht te pasuria, por arsye se ajo pasuri pastaj do të bëhet fatkeqësi,
edhe musibet për neve në këtë botë, do të bëhet për familjet e tona, do të bëhet pastaj ngarkesë e madhe në botën tjetër, sepse nuk ka mundësi dikush me mrim jo ndershëm te pasuria, vetëm se i ka shkel drejtat e disa njerëzve ose disa kategorive të njerëzve. Të gjitha këto kategori do t'i kërkojnë hakun e tyre para Allahut në ditën e gjykimit, që nuk ka mundësi pastaj me ja kthy me pasuri. Nuk ka mundësi me thonë mirë, unë kam arrit me ja u marr filan tokën, jo ndershëm që po ja u kthej, s'ka kështu më pastaj. Botën tjetër, kthimi i haqeve edhe llogaria mes njerëzve është krejt ndryshe. Krejt karakter tjetër ka, domethënë aty bëhet llogaria me vepra. Nëse i kemi hyrë hak dikujt, na i merr veprat e mira. Nëse na ka hyrë hak dikush, ja marr me veprat e mira. Në këtë formë. E tash, pse une me fitu jo ndershëm dhe pse me ja dhënë të mirat e mia dikujt tjetër? Kjo ishte si hyrje rreth asaj se ky Islam nuk ka sjell diçka të re nga ligjet edhe shpalljet e mëhershme, po disa dispozita ose renditjen e disa rregulla dhe dispozitave dytësore, pastaj ky Islam është i ndërtuar komplet mbi dije dhe pjesë e këtij Islamit është edhe marrëdhëniet ndërnjerëzore, pastaj pjesë e marrëdhënieve ndërnjerëzore është edhe shitblerja, tregtia dhe gjithçka që lidhet me tregtinë, dhe si të arrijmë te fitimi. Të gjitha këto Allahu i lartësuar na mëson se si me i bën në mënyrë më të ndershme, e si do të arrijmë këtë, do ta kuptojmë me lejen e Allahut të lartësuar në vazhdim të emisioneve.